Kur jeta të bëhet e vështirë dhe dunjaja të mban të heshtur. Nuk kam forcë me bëu sabër, pa drejtësit me mlun. Mos haro, çdo sfidë është një mundësi e mirë për t'u bërë më i fortë. Andaj, çdo plagë që ke, çdo vuajtje që ndjen, dije se wallahi është arsye dhe mundësi për t'u pastruar dhe për të qenë më afër Allahut xhalla xhelaluhu. Andaj, dëgjoj me vëmendje. Çdo vështirësi që ke, te e kaloj atë me besim të fortë tek Zoti dhe me durim. Sepse çdo sakrificë dhe çdo moment i vështirë është një mundësi shumë e mirë për t'u pastruar dhe për të arritur edhe më shumë forcën tënde shpirtërore. Prandaj, beso se pas çdo vështirësie, çfarëdo që të jetë ajo, sado e rëndë të jetë ajo, lehtësimi ka për të ardhur. Nga se nata, sado e gjatë të jetë, sado e terët të jetë, mëngjezi ka për të ardhur dhe drita përsëri ka për të dalur.